dhe dalin një grup horrash e horrongopash atje, përcaktojnë ligjet, përcaktojnë rrjedha, apo kupton, trajtojnë ty si baktie, si ushtari i dorës 3-4, ndërkohë që me përqindjet e fundit, domethënë buxheti i Kosovës po u majke prej muslimanëve. Këta s'dojnë me interpretuar ashtu, ja ata shkojnë në xhami, pinë raki, s'ka gajle. Ai ka thonë unë jam pa i dhon zull kërkush. Ka deklaru, pa i thon kërkush me dhunë, me gjithë fushatat që 25 vjet me i bë me u kthy tjetër ka. Nash pa fe, nash në katolicizëm, prap 94% dolën që janë musliman. Në buxheti prej kuj po ndërtoi ka zotni? Prej 94% dhe na jemi qytetarë të dorës tretë, bre 3 pika, të shku DJ, të qete pipa, po kupton? Vallai po. Vallai s'ki fajin, revoltohet njëri. Po që revoltohet njëri se ta van revoltohet edhe me vetveten para këty, nëse unë ata vetëm personalisht nuk më dëmtojnë as nuk më lën shenjë, se unë si Arjan nuk e ndi veten as nuk më di as në kohën e 2014 se as më pak. Që jam në farë, çmon i viktimizuar, i përsekutuar. No. Na po flasim ose muj me fol derisa doni me fol, atë me bë debat për mu përndrit njëna pa tjetrën. Po nëse na konsideroni si armik bojërëm not miqës, atë